Tashmë, të gjitha kemi parë afrimitetin midis Mirit dhe Selin në Big Brother VIP Albania 5. Ky afrimitet nisi pasi Kristi nga një avantazh që u dha nga vëllai i madh, i vendosi ata të dy së bashku në një krevat dhe dolën pamje ku Miri e përkëdhelte nga flokët Selin dhe sipas gjithë publikut, këto pamje ishin të shëmtuara për një burr me fëmijë dhe i martuar dhe për Selin e cila është shumë herë më e vogël se ai. Ndërkohë që Miri për të shpëtuar nga gjithë kjo situatë, ka thënë që ai e shikon Selin si vajzën e tij dhe për shumë njerëz që e shikojnë nga shtëpia këtë skenë, kjo ju është dukur e shëmtuar. Dhe situata u përkeqësua më shumë kur brenda shtëpisë së Big Brother erdhi një letër nga babai i Selin, i cili i shkruante asaj me seriozitet dhe i thonte që të luante lojën e saj me strategjitë që ka në mend dhe jo që të lërë Mirin apo asnjë tjetër që t'i përkëdhel flokët. Pas leximit të kësaj letre, Selin duket se ka mbajtur pak distancën, megjithatë kjo nuk zgjati shumë, pasi ditën pas prajmit është ngjitur përsëri pas Mirit. Në një intervistë, babai i Selin ka reaguar për Mirin dhe ka thënë që ai është një pervers. Gjithashtu, ai ka thënë që e njeh vajzën e tij dhe Selin nuk bën as pak ndonjë veprim, por të qenë e penduar apo edhe për të dyzuar nga të gjithë njerëzit që e shikojnë nga ekrani. Sipas tij, Big Brother duhet që të marrë 2 apo 3 psikolog që të kontrollojnë Mirin, pasi ai nuk po bën gjithçka për lek. Tashmë, Miri duket se është vënë në presion dhe ndoshta duke u tallur apo seriozisht ka thënë që do largohet nga shtëpia, megjithatë ende kjo nuk është e konfirmuar, pasi ai qëndron ende brenda në atë shtëpi. Nuk dihet nëse në prime do transmetohen fjalët e babait të Selin, megjithatë do të mbetet që ta shikojmë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!